Edhe pas shkrirjes së 5 subjekteve politike në një parti si Vlen, mbeten të ngrira raportet me 2 funksionarët Arben Fetai dhe Fatmir Limani. Ministri për qeverisje të mirë Arben Fetau vazhdon me ekskurzionet jashtë shtetit, ndërsa Limani vazhdon të mos pyet për asgjë Vlenin. Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali tha se rikonstruimi i ekzekutivit pritet nga mesi i qorëshorit në më shumë resore qeveritare. Por kuadrët të cilët do të merren me resorët caktuara ende nuk i kemi diskutuar, është temë e hapur. Përkatësisht a do të jetë kjo ministri në Suaza të Vlenit është temë diskutimi, domethënë nuk ka ndonjë vendim. Natyrisht nëse vlerësojmë gjithë se është resori i duhur dhe duhet mbetet, për arsye se pa marrë parasysh cila parti politike do e merr një resor caktuar, politikat janë të definuara dhe faktori njeri nuk e luan rolin kyç për ta ndryshuar ndonjë lloj politike. Njëri nga kryetarët e Vlenit, Bilal Ghasami, tha se duke i ditur raportet e Limanit me Mickovskin, ka pasur shumë telefonata dhe shumë porosi, duke i kërkuar sqarime nga vetë strukturat partijake. Nga momenti vetë përjashtimit të zotit Limanin nga Lëvizja Besa dhe fakt rrjedhimisht edhe nga Vleni, ai veç më ka vetë përjashtuar vetveten edhe nga qeveria si propozim i Vlenit. Tash çfarë mund ndodh në të ardhmen politikisht, ajo është çështje të cilën do duhet ta pyesni zotriu në fjalë apo edhe eventualisht nëse do të ketë kombinatorik tjetër me ndonjë parti tjetër politike. Por ashtu siç e përmenda, hjesën e shqiptarëve edhe më tutje në qeveri do ta përfaqësoj Vleni konform marrëveshjes fillestare që kemi pasur me kryeministrin. Ditë më parë, ministri i Politikës Sociale dhe Demografisë Fatmir Limani tha se aktualisht është ministër i popullit në pushtetin ndërmjet partnerëve të koalicionit të Vlen dhe VMRO, por ai nuk e pohoi dhe as nuk e mohoi që në rikonstruimin e qeverisë do të vazhdoj të mbaj post ministror si kuadri i ndonjë partie. Limani së fundmi është parë dhe i afruar në për evenimentet me BDI-n.